Në këtë kënd të posaçëm në qendrën e numërimit dhe rezultateve janë vendosur pakot e votave me post nga diaspora. Gjysma prej tyre tani më janë verifikuar dhe së shpejti pritet që të futen në proces të numërimit. Shërbimi votuesi KSZ-s ka arritur që të vlerësoj më shumë se 42.000 pako të supozuara me fletë votime, pra që i takojnë votimit jashtë Kosovës përkatësisht votimit përmes postës, dhe nga ky numër i përgjithshëm, pjesa më e madhe e tyre 20.414 janë aprovuar, ndërkësh 1.447 të tjera janë refuzuar. Por, për të vendosur këto në numërim, tavolina duhet të lirohen nga votat në përfaqësi diplomatike, cila ndonë se kanë mbetur afro 70% pa u numëruar, pritet të përfundojnë shpejt. Përpjekjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë që ky proces të përfundojë gjatë ditës së sotme. Pastaj, edhe ato të komunës së vetme që nuk e ka përfunduar numërimin. Ka mbetur vetëm edhe qendra komunale e komunës Prishtinës për të përfunduar procesin e verifikimit të rezultateve të subjekteve politike. Me këtë ritëm pritet që së shpejti të përfundojë procesi i numërimit në plotëni. KSZ synon që rezultatet përfundimtare të shpallen deri më datën 26 shërshor, pra gjithmonë po flasim nëse nuk ka ankesa në këto procese, dhe pastaj certifikimi i këtyre rezultateve të bëhet deri më datën 6 korrik. Kështu, kur është numëruar shumica dërmuese e votave, tani më KQZ ka evidentuar edhe numrin e ulseve në kuvend për secilën parti. Ndonë se ka gjasa që votat me post të ndryshojnë diçka, aktualisht vetëvendosi i ka 49 ulse, PDK 24, LDK 19 dhe AK 8.